A e rrezikon Shqipërinë nga Irani një rezolutë e tillë e cila me këtë rast e çon në kurs përplasje direkt, po themi hipotetikisht, dhe sa rrezikon Shqipëria në këtë rast? Shikoni, Shqipëria nuk është aktor kryesor dhe si i tillë nuk rrezikohet drejt për drejt në kuptimin e asaj që derisa të vi radha Shqipërisë ka shumë ujë për të rrjedhur. Pikërisht kjo është që nga llogaritë të ashtu quajtura katëndare që bën Paria e Tiranës, duke ditur që nuk ka shanse shumë që t'i vi radha për të goditur drejt për drejt, dhe nëse goditet drejt për drejt Shqipëria, Paria e Tiranës nuk e ka shumë problem sepse vetë është e mbrojtur. Unë besoj që me situatën e tanishme, situata është jashtëzakonisht shumë e ndërlikuar, për shkak se kemi një përballje të dy kampeve të mëdhej, dhe kjo përballje nuk po shkon ashtu siç thonë mediat, sepse në çdo përballje kemi aspektin ushtarak, po pastaj kemi edhe aspektin politik të çdo përballje, siç mund ta dinë disa nga dëgjuesit tuaj, sipas ish generalit Van Clausewitz, lufta është vazhdimi i politikës me mjete të tjera. Pra, çdo luftë ka mbrapa një synim politik të madh, dhe për sa i përket synimeve politike, çështjet janë më të ndërlikuara se sa duken, megjithëse përsinë e madhe ajrore të forcave amerikane dhe të forcave të Izraelit, Irani vazhdon dhe dëmton interesat amerikane në gjirin persik dhe në lindjen e mesme, jo më larg se sa dje u goditën fushat gazmbajtëse të Katarit, të cilat praktikisht mund ta rrënojnë ekonominë e Katarit. Është goditur Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, duke vënë në pikpyetje ekzistencën e tyre si qendra të financës së biznesit e tjerë, po të konsiderojmë në momentin që nuk janë më të sigurta dhe në momentin që goditet infrastruktura, ato janë ndërtuar mbi shkretir, asgjë nuk prodhohet në Emiratet e Bashkuara Arabe, as ushqimi nuk është i mjaftueshëm për aq njerëz sa jetojnë atje, dhe njerëzit kanë filluar të largohen prej tej. Pra, Irani është duke përdorur mënyrat asimetrike për të shkaktuar trysni, për të vendosur nën trysni shtete më të mëdha dhe më të fuqishme ushtarakisht. Edhe nga pikpamja ushtarake, Irani vazhdon të shpërfaq aftësi për të goditur jo vetëm vendet të përreth, por edhe Izraelin dhe bazat amerikane, sidomos edhe me aktorët proxy. Pra, situata është më ndërlikuar se sa duket nëpër media. Siç e kemi thënë përpara, ka shumë propagandë në luftë, ka shumë mjegull lufte, e cila është normale që të ndodhë, sepse askush nuk do të tregojë të vërtetën. Dhe për pasojë, shqiptarët janë dy fish të painformuar. Pikë pari, sepse ajo që shihet nga mediat është relativisht shumë pak nga realiteti, dhe ajo që i tregon Paria s'ka lidhje fare me realitetin, pra Paria merret me interesat e veta. Pra, shqiptarët janë në një kërcënim të dy fisht. Nuk do të thoya që janë raketat që do të vinin nga Irani kërcënimi kryesor, por kërcënimi kryesor për shqiptarët sot është Paria e Tiranës. Duke mbetur te pjesa e konfliktit në lindjen e mesme, dhe siç e thatë edhe ju që Irani po godet në mënyrë asimetrike, dhe së fundmi ka goditur dhe pika mjaft strategjike sa i përket bazave amerikane në lindjen e mesme, ku po e çon botën ky konflikt i tanishëm, dhe a ka Shtetet Bashkuara të Amerikës një plan B ose një strategji për të dalë nga kjo luftë, ose për të dalë i fituar dhe për të po themi arritur atë objektiv që ka pasur që më parë Donald Trump? Shiko, po filloj nga kjo pyetja e fundit. Fuqitë e mëdha gjithmonë kanë një plan B, edhe një plan C, edhe një plan D. Mirë po, për t'ju rikthyer atyre që kanë shkruar mbi luftën, plani më i mirë në luftë, thonë generalet, zgjat vetëm ditën e parë. Sepse mund të planifikosh çdo gjë dhe pas ditës parë pastaj do të përballesh edhe me
atë që është reagimi I armikut dhe me reagime të njohura dhe të panjohura, të pritura dhe të papritura e të tjera. Pra, në momentin që kjo luftë do të vazhdojë edhe për pak kohë, në momentin që ngushtica e Hormuzit nga kalojnë 20% e naftës botërore, ndër të cilat disa vende janë mike të Shtetet Bashkuara të Amerikës e disa tjerë janë armike në sistemin ndërkombëtar. Pra, atje kalon nafta e Kinës, por kalon edhe nafta e Japonisë. Dhe sigurisht që kalon edhe nafta e Evropës ose gazi I lëngshëm I Evropës e të tjera. Pra, në momentin që edhe disa javë nuk hapet ngushtica e Hormuzit, situata pastaj bëhet shumë më e nderë. Ekonomia botërore nuk mund të ekzistojë me naftin që fuqia e naftës Brent që quhet, që është ajo që matet, mund shkojnë $130-140 për fuqi. Kjo shkakton probleme shumë më të thella se sa thjesht energjia, sepse shumë pak njerëz janë të ndërgjegjshëm, po prodhimet e naftës janë jashtëzakonisht shumë të përhapura, nga nafta vjen shumë çka që ne përdorim për ditë, përfshi dhe ushqimet, përfshi edhe ato që quhen fertilizers, si thonë në anglisht, që janë kimikatet që përdoren për bujqësinë. Të gjitha këto janë nën produktet e naftës dhe çmimi të gjitha këtyre është duke shkuar në stratosferë. Kjo pastaj ndikon krejtësisht ekonominë, jo vetëm të njëjtit shtet, por të gjithë ekonominë botërore. Pra, pavarësisht llogarive që kanë bërë fuqi të mëdha, pavarësisht llogarive që bëjnë shtetet e fuqishme me njëri tjetrin dhe pozicionimit të tyre ndaj këtyre llogarive, çmimi që do të paguhet është shumë I madh, është një çmim që do të vijë me inflacion, është një çmim që do të trazojë tregjet botërore e të tjera. Për të mos u zgjatur shumë në këtë pjesë, mund të themi që në këtë pikë ku jemi shumë afër zgjerimit të luftës, për shkak se Irani, siç duket, ka vendosur strategjikisht në bashkëpunim me aleatët e vet, Rusinë dhe Kinën, që të zgjerojë konfliktin, duke e cilësuar këtë si mundësinë më të mirë për ta vendosur në ndrysni Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, duke kërcënuar shtetet e gjirit persik ose shtetet e lindjes së mesme, shtetet arabe, Irani vendos në ndrysni ekonominë botërore dhe e vendos shtetin Amerikan ose Shtetet Bashkuara të Amerikës I vendos përpara një zgjedhje të madhe, nëse do duan që të përshkallëzojnë këtë luftë, pra të çojnë trupa që të hapin ngushticën e Hormuzit, gjë që është një opsion me shumë rreziqe brenda dhe ai, apo të tërhiqen duke e lënë lindjen e mesme në dorë të aktorëve rajonal, dhe në këtë pikë nuk duhen neglizhuar edhe interesat e Izraelit, I cili pak ditë më parë eliminoi njërin nga interlokutorët më të mirë të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë këtyre viteve, pavarësisht se ishte mik dhe bashkëpunëtor I ngushtë I ish Ajatollahut Khamenei, Ali Larijani ishte njeriu me cilin të gjithë ndërmjetësit amerikan kishin folur, pra kishin krijuar një lloj ndërmjetësie, një lloj besimi reciprok në bisedime. Eliminimi I tij tregon që interesat e Izraelit janë që kjo luftë të vazhdojë dhe të vazhdojë me përkrahjen amerikane. Në momentin që përkrahja amerikane nuk ekziston më, vështirësohet jashtëzakonisht shumë situata edhe për Izraelin, sepse dhe Izraeli është në një trysni shumë të madhe të raketave iraniane, me gjithë atë censurën e madhe që ka vendosur, një censurë shtetërore, asgjë nuk del nga Izraeli. Pra, humbjet amerikane I dim, po se sa humbje ka pësuar ushtria izraelite nuk e dim ende. Megjithatë, gjasat janë që dëmet janë të konsiderueshme, edhe pse jo të ndoshta të krahasueshme me dëmet që po ndodhin në Iran, por gjithsesi Izraeli është një vend më I vogël, rrezikohet më shumë, janë jo më shumë se sa 8-9 milion, ndërkohë që Irani mund të përballojë shumë më tepër sepse është një vend me 92 milion banor dhe shumë më I shtrirë në hapësirë. Pra gjitha këto janë pjesë të asaj që është loja që po luhet, por për ta përmbyllur shkurtazi, siç e kam thënë,
këtu tek ju dhe në vende tjera përpara, lufta botërore është në zhvillim e sipër dhe po ja vitemi pikës së moskthimit me një shpejtësi të frikshme. Në këtë rast, sa i përket këtij konflikti dhe kundërpërgjigjes nga ana e Iranit deri më tani, a mendoni se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë nënvlerësuar Iranin si kundërshtar në këtë rast, apo e kanë pasur dhe kanë qenë të vetëdijshëm që Irani ka këto kapacitete për të duruar një luftë edhe më të gjatë? Shikoni, është e pamundur që ne të dimë në thellësi se cilat kanë qenë arsyet që e kanë shtyr një fuqi të madhe si Shtetet Bashkuara të Amerikës për të marrë këtë vendim dhe për të vepruar kësaj. Ajo që ne mund të themi analitikisht është pikërisht kjo që Irani është një nga furnizuesit më të mëdhenj të naftës për kundërshtar brenda sistemit ndërkombëtar, kundërshtar të mëdhenj brenda sistemit ndërkombëtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është Kina. Pra Kina është e varur nga Irani për sa i përket dhe nga lindja e mesme më gjerë, për sa i përket nevojave të saj të naftës. Kështu që një përballje me Iranin ka pasoja që shkojnë përtej Iranit vet apo përtej lindjes mesme. Sigurisht që çdo plan në luftë, siç e tham më parë, përfundon pas ditës parë të luftimeve. Sigurisht që janë bërë disa llogari duke u bazuar në njohuri ose duke u bazuar në pritshmëri që ka pasur administrata amerikane. Sipas lajmeve më të fundit, këto llogari nuk janë bërë në mënyrën më të saktë të duhur, paktën njëri nga ish bashkëpunëtorët e presidentit Trump, ish shefi I kundërterrorizmit, sapo ka dhënë një intervistë dha dorëheqjen pikëparë dhe dha një intervistë ku tha që kjo ishte një zgjedhje e cila ishte e imponuar nga interesat jashtëm të Amerikës. Nuk duhet marrë si e vetmja zgjidhje, sepse nuk e dim se cilat janë motivimet e këtij personi dhe ku I ka pasur lidhjet. Është një gjë që do të sqarohet në ditët në vijim, por gjithsesi, ky fakt tregon që ka pasur një debat të brendshëm dhe që vazhdon të ketë një debat të brendshëm brenda administratës për zgjedhjet që janë marrë. Pastaj në çdo zgjedhje politikës jashtme, në çdo luftë dhe në çdo ndërhyrje ushtarake ka gjithmonë një debat të brendshëm brenda administratës dhe të gjitha palët I japin argumentet e tyre brenda institucioneve dhe presidenti vendos, në këtë rast presidenti vendosi që të bombardojë Iranin, por nuk do të habitesha që shumë shpejt presidenti amerikan ta deklaronte fushatën të mbyllur dhe të tërhiqej nga kjo ndërmarrje ushtarake. Ashtu siç nuk do të habitesha nëse nuk do të kishim një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak me anë të dërgimit të trupave të tjerë. Pra, opsionet në këtë pikë janë gjitha të hapura, por ajo që është e rëndësishme është fakti që sigurisht që plani A ka funksionuar në disa aspekte, por nuk ka funksionuar në disa aspekte të tjera.